Edhe pse tregu i pensioneve private ka pasur një ecuri pozitive në 2024, rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve mbetet një sfidë për zhvillimin e mëtejshëm të tij. Në raportin e saj vjetor, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare thekson se për shkak të besueshmërisë së ulët, numri i qytetarëve që kontribojnë për një pension privat vijon të jetë shumë i ulët. Për këtë arsye, në 2025, angazhimi për rritjen e pjesëmarrjes dhe përmirësimin e ofertës do të jetë thelbësor për të përballuar këtë sfidë dhe për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të tregut të pensioneve private në Shqipëri. Numri i anëtarëve në fondet e pensionit privat në dhjetor 2024 ka arritur në 44.000 duke pësuar një rritje prej 15.9% në krahasim me 2023. Në një harë kohor prej 5 vitesh, personat që kontribojnë edhe për një pension privat krahas atij shtetëror janë shtuar gjithnjë më shumë. Po sa prej tyre kontribojnë individualisht dhe sa përmes punëdhënësit? Në fund të vitit të kaluar, 22.934 antarë ose 51% e numrit të antarëve në treg kanë lidhur kontratë individuale me shoqërinë administruese dhe 21.000 ose 47% kanë lidhur kontratë me shoqërinë administruese dhe punëdhënësit, të cilët ka zgjedhur të kontribojnë në fondin e ofruar nga shoqëria administruese, pa krijuar një fond pensioni me pjesëmarrje të mbyllur, ndërsa 292 antarë ose 0.66% kanë lidhur njëkohësisht si kontrata individuale, ashtu edhe kontrata në cilësinë e punëmarrësit për antarësim në fondin e pensionit privat të përzgjedhur nga punëdhënësi. Në tregun e fondeve të pensionit privat, prioritet mbetet monitorimi i përshtatjes së aktivitetit të shoqërive administruese e depozitarëve të licencuar, si dhe fondeve të pensionit privat me kuadrin ligjor e rregullator në fuqi. Viti 2024 ishte një vit i rëndësishëm pasi brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit për fondet e pensionit privat, AMF plotësoi edhe kuadrin nënligjor të tij.